Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, ka reaguar për herë të parë pas shumë zërave që qarkulluan për prishjen e marrëdhënies së tij me këngëtaren Egli Tako. Dyshja krijuan një lidhje të afërt brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4, ku ndan momente të ngrohta dhe intime, përfshirë edhe puthje në buzë, çka e bëri romancën e tyre një nga më të komentuarat e këtij edicioni. Pas daljes nga formati, mungesa e bashkëngjitjes së tyre në rrjetet sociale dhe heshtja nga të dy palët shtuan dyshimet se lidhja mund të kishte përfunduar, por Gjesti ka zgjedhur që reagimi i tij të mos vijë përmes një deklarate klasike, por përmes artit, duke publikuar sot projektin e tij më të ri muzikor me titull Veshun Dreq. Një këngë që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, jo vetëm për melodinë, por edhe për tekstin me ngarkesë emocionale dhe mesazhe personale. Në një nga vargjet më të diskutueshme të këngës, ai këndon: "Kush ka thënë që bashkë nuk jena më?" Një rresht që shumë fansa e kanë interpretuar si një konfirmim indirekt se lidhja me Eglin nuk ka marrë fund. Ky varg ka ndezur rrjetet sociale dhe i ka ndarë ndjekësit në dy kampe. Ata që besojnë se kënga është një dedikim për Eglin dhe se çifti është ende bashkë, dhe ata që mendojnë se ky është një veprim i qëllimshëm për të ruajtur enigmën dhe për të rritur interesin rreth projektit muzikor dhe jetës personale të artistit. Nuk përjashtohet as mundësia që gjithçka të jetë një lëvizje strategjike e menduar mirë për të shkryer dy botë, artin dhe jetën personale, në një mënyrë që mbërthen vëmendjen e publikut dhe e mban emrin e Gjesti në qendër të mediave.